Atëherë, sot jemi mbledhur dhe do bëjmë bledhje. Do bëjmë kuvend. Po jo, kurse për ëmbëlsira kemi ardhur. Okej, sure. Okej. Atëherë, sot do bëjmë ëmbëlsira me temën e Halloweenit. Po? Bëjmë 2 ëmbëlsira. Po? Do thoni ju ç'është Halloweeni? E dim që është një fest. Po, një fest. Kur festohet ajo fest? 31 tetor me 1 nëntor. Mos u pyet mua vëlla, unë ëmbëlsira bëj, nuk marr vesh u gjë. Po atëherë ç'a kemi të bëjmë ëmbëlsira që di më mirë pastaj. Të bëjmë ëmbëlsira, po s'do themi asnjë gjë për pjesën e Halloweenit. Çfarë do të thuash? Ke bërë 2 kungull. Po. Ke bërë si puna ime? Faktikisht ju atë më thatë, nuk bëj 2 kungull, unë i bëra kaq. Okej. Unë them fillojmë me ëmbëlsira. Hajde fillojmë me ëmbëlsira. Atëherë, çfarë kemi përgatitur sot? Atëherë, sot do Më sa përgatisim. çfarë do përgatisim? Çfarë do përgatisim? Do përgatisim një ëmbëlsirë me bazë biskote, krem me muz çokoladë të bardhë Po? dhe një koperturë çokolade me ngjyrus. Domethënë do përdorim një formë silikoni Që të ketë formën e kungullit? Po, do bëjmë një ëmbëlsirë në formë kungulli. Për të përgatitur biskota pasta flora, ju nevojiten 330 gram qalp, 210 gram sheqer, 2 kokra vezë, 650 gram miell, 1 lugë vanilje, 1 lugë baking powder, lëkurë limoni. Për të përgatitur mos çokoladë e bardhë, ju nevojiten 400 gram çokoladë e bardhë, 10 gram gelatin flet, 200 gram qumësht, 500 gram panë shtazore. Për të përgatitur kopertura, ju nevojiten 500 gram çokoladë e bardhë, 200 gram gjalp kakao, 5 ngjyrues ushqimor portokalli. Atëherë, gjë e parë që do bëjmë, fillojmë me biskotën, me bazën e ëmbëlsirës që do përgatisim. Për biskotën do na duhet gjalp, sheqer, vezë, miell, pak vanilje, Aditiv, një baking likur powder. limoni, po dhe pak aditiv për fytyrës. Atëherë, fillojmë me procesin. Maris, lutem. Kalojmë në mikser Shpëndet. gjalpin dhe sheqerin. I radhëm në shpejtësinë mesatare, sa të bëhet një krem gjalpi, ose nuk sa të duhet fillojnë të fryhet pak. Gjithmonë duke përdorur fletën e mikserit. Kur përdorin brumra, e mira është të përdorin fletën dhe jo telin, siç e tha dhe Vasili. Po. Edhe shumë e rëndësishme që gjalpi të jetë në temperaturë ambienti. Arsyeja? Arsyeja që të homogenizohet dhe bëhet kremos sa më shpejt. Okej, marri volum sa më shpejt. Marri volum sa më shpejt. E qartë. Thjeshtësojmë punën tonë me pak E fjalë. qartë, e qartë. Atëherë, Dhe gjalpi ka arritur një strukturë kremoze. Gati për tjetër dhe vezët. okej, të ndihmoj të sill një tavë dhe të kalojmë në sipër dhe mielli. Okej. E urdhërova Vasili ke gati. Atëherë vezët do të shtojmë një nga një. Do hedhim vezën e parë. Do e lëmë që të përzihet pak me gjalpin, që të lidhet. Do kemi kujdes mos i hedhim të dyja vezët për arsye sepse nëse hedhim të dyja mund na pritet dhe nuk na lidhet biskota. E qartë. Dërgoj dhe unë po sid miellin për Vasilin. Siç e kemi thënë gjithmonë, më e mira është të kalojmë në sipër miellin për të evituar kokrizat në brum. Të dali një brum sa më kremoz, pa topa mielli brenda, sepse ngelet topa nëse ne nuk e kalojmë sipër. Unë bëj edhe vezën e fundit. E ndihmojmë më saktë të lidhet brumi më mirë. Unë bëj edhe vezën e dytë. Në momentin që i shtojmë të gjitha vezët, do lejmë të përzihet diku te 1 minutë. Derisa të homogenizohet sa më mirë me pjesën e gjalpit dhe sheqerit. Atëherë, mund të shtojmë dhe pak vanilje, Lugë çaj, Baking tek powder, mielli. të cilën ne hedhim te mielli. E po i gridhë unë limonin. Okej. Thjesht për t'i hequr pak aromën e vezës, nga biskota që do bëjmë.
Okej. Japim një përzierje të lehtë. Soda dhe oklajin. Rulat. Me zjedhje. Po, normalisht mund të zgjidhësh këtë dush. Madhësinë e duam. Kemi dhe i tjetër më duket. Po jo, mjaftojnë më duket. Okej. Atë, Unë pastrova fletën, po nuk e di pse e pastrova. jo, e rëndësishme është Po. në çdo 2-3 minuta, në çdo 2-3 minuta çfarë ka pastrohet. është anës kazanit, domethënë ta pastrojmë, ta sjellim prapë në mes, ta arrijmë strukturën e dur, kremozitetin e dur. Atëherë, ulim shpejtësinë e mikserit e njëshi dhe vazhdojmë me pjesën e miellit. Do na ndihmojë Iri. E rëndësishme është mos ta kalojmë të gjithë mielin njëkohësisht, thjesht ta kalojmë pak nga pak në mikser. Okej. Dhe në momentin që shtojmë gjithë sasinë e miellit dhe gjalpi, veza dhe sheqeri e marrin e përzihen pjesën e miellit, ne ndalojmë direkt mikserin, se nuk duam që të përzihet shumë. Thjesht sa do homogenizohet. Njëkohësisht Vasili ka përgatitur brumin, Iri po e firmën e miellit. Firmën e emisionit buja. Ti me s'dita be. Okej. Atëherë, mund ta bësh përzierjen edhe këtu që ta shohim. Okej. Mund të tregosh dhe strukturën që duam. Struktura është goxha e butë. Kemi një brum të butë, sa më shumë të lëmë, domethënë sheqerin me gjalpin në mikser të rrifen, aq më të shpifët do kemi brumin në fund. Atëherë, nëse të kalojmë kohën e rrafjes të gjalpit me sheqerin, na del brumi shumë i butë, atëherë mund ta marrim brumin dhe ta vendosim në freskus për 2 orë, përafërsisht, që të stabilizohen pak yndyrnat e gjalpit dhe të mpikset dhe të kemi mundësi ta punojmë më kollaj. Ose ta ndihmojmë me pak miell, siç po ndihmojmë ne tani, për të arritur elasticitetin e dur, për t'i dhënë formën që ne kemi zgjedhur sot. Okej. Si një letër fure? Po. Si dhe në formë silikoni. Nëse nuk kemi formë silikoni, mund të përdorim letër fure. Okej. Brumi është gati për të hapur dhe për t'i prerë format që do i japim. Do shtojmë pak miell te forma silikonis ose te letra fures nëse nuk kemi tapet silikoni. Do na duhen 2 fleta silikoni. Kemi edhe pak miell sipër që mos gjisi formën tjetër. Me fletën e silikonit na ndihmon më shumë për mos të krijuar rrudhza në brum. Nëse përdorim letrën e furrës, ka shumë mundësi që në momentin që i kalojmë pecin nga lart, do bëhet rrudhza. Kurse me silikonin evitojmë këtë problem të vogël mund ta quajmë. Dhe është më kollaj për ta punuar. Siç mund ta shikojmë. Trashësia që duhet të jetë biskota, është 0.5 me 1 cm përafërsisht. Okej. Atëherë, ky është një brum pasta flora, mund ta quajmë. Mund ta përdorim dhe mund ta bëjmë dhe copza të vogla dhe ta përdorim për në mëngjes me kafen. Ose mund ta bëjmë një cheesecake, një diçka duke grirë, pastaj ta pjekim dhe ta grim. Gjithmonë anët dalin më të holla se mesi, kështu që ne do i marrim, do i presim nga më në mes, domethënë format e rreth. Okej. Kjo s'na duhet më? Jo. Okej. Do hapim dhe të nxjerrim nga 10. Do sa na duhet që sa arrim. Atëherë, për t'i nxjerrë është e mira që të marrim një paletë të thyrë ose diçka të tillë dhe t'i hedhim pak miell që të kemi më të lehtë për të nxjerrë biskotat nga forma e silikonit.
Jo kështu që po e bëj unë fix. Atëherë nëse shikojmë që biskota është shumë e butë, atëherë mund ta kalojmë pak në ngrirje diku te 10 minuta që të mpikset pak dhe ta heqim më kollaj nga forma e silikonit brumi. Siç mund ta shohim biskota është pak e butë. Gjithsesi nuk na përshpun. Se po ja japim edhe formën. Për çështje kohe po e bëjmë, është më mirë domethënë edhe kështu ta kalojmë në një tavë dhe ta kalojmë 5 minuta në frigorifer dhe e kemi më të kollajshme për ta përdorë. Ose një mënyrë tjetër është Siç po e bën Vasil. po e bëj tani me kujdes. Por gjithsesi nëse shikoni që biskota është pak e butë, atëherë është e rëndësishme ta vendosni pak në freskus ose në frigoriferin ngrirës për 10 me një çerekore që t'i heqim më kollaj nga forma siç thamë. Okej? Atëherë, për mos të vojtur kaq, do të shtojmë pak miell në brum që ta lidhim pak më shumë biskotën që të jetë më elastike. Do bëjmë edhe 3 të tjera 4 apo na mjaftojnë? Besoj se okej, hajde bëjmë edhe 2 të tjerë. Se kemi për të bërë dhe biskotat. Po. Atëherë, Të dekoruara. siç e thamë, shtojmë pak miell dhe e punojmë. Nëse do vazhdojmë pjesën e hapjes, do të pastrojmë pak formën e silikonit, do të vazhdojmë të hedhim miell. Atëherë, temperatura që do na duhet për të pjekur këtë biskot, Temperatura do jetë 170 gradë për 13 me 15 minuta përafërsisht. Okej. Sepse janë biskota të holla dhe duan pak kohë. atëherë varet nga trashësia e biskotës, gjithmonë. temperatura dhe minutat që do e lejmë në furnë. Po, Unë ju shikoj. ndihma më e madhe që mund të bësh. E bëj më mirë atë punë. Po na vështirëson pak, po do e kalojmë. Sa do akoma visa? Bëjmë edhe 3. Okej. Bëra 5. Okej. Kalojmë këto në furrë, edhe sjell një tavë tjetër, ta bëjmë të gati. Atëherë, brumin mund ta mbajmë në freskus? Po, patjetër. Po. Sa reziston? Para shumë se nëse ne nuk mund ta përdorim të gjithë se ne kemi bërë një masë madhe, mund të bëjmë edhe gjysmën e masës që do t'ju japim në recetë për të bërë më pak biskota. Por mund ta vendosim edhe në frigorifer. Atëherë, sa duron në frigorifer brumi? Frigorifer freskus mund të rezistojë edhe 8 deri në 10 ditë. Pa problem. Atëherë nuk kemi asnjë problem, thjesht duhet ta kalojmë me vranë që mos të marrë lagështi nga frigoriferi dhe mos të humbasi aromrat që ka. Okej. Po më vranë, ne keni parë çuna? Me vranë. Po s'ka problem se e bëjmë më vonë atë. Atëherë Okej. përgatisim furrën dhe të pjekim biskotat. Furra është gati. Kemi furrën gati. Po, gati. Siç e thamë në 170 gradë për diku 15 minuta pavarësisht do ta shohim. Është në varësi të furrës që kemi, sepse të gjitha furrat nuk janë njësoj me njëra tjetrën, ndryshojnë fuqia e pjekjes, por rëndësi ka që na duhet në 170 gradë. Minutat e shohim sa të marrin ngjyrë domethënë florir. Një fundo në fut. Okej. Atëherë, blerim vëndin. Dhe vazhdojmë përgatitjen e recetën e dytë. Ndërkohë presim të bëhen biskotat, ne pastrojmë pak vendin. Po, pastrojmë vendin, gjëja më e rëndësishme, dhe vazhdojmë me recetën e kremit. Atëherë vazhdojmë me procesin e radhës, cili kemi menduar të bëjmë një mus çokoladë bardhë. Dhe për ato Vasil çfarë do na duhet? Atëherë për musin e çokoladës bardhë na duhet çokoladë bardhë, qumësht, pana sazore dhe 2 fleta gjelatine. Dhe forma Dhe forma e silikonit që kemi silikonit. menduar që ta nxjerrim në formën e kukullit. Po. Duke e dekoruar më vonë do ta shohim se si do ta realizojmë këtë. Format janë këto. Këto janë forma silikonit të bëra me silikon. Atëherë, procesi i punës gjithmonë gjëja e parë që bëjmë te ky lloj musi është të vendosim gjelatinën në fletë në ujë sa më të ftohtë mundur. arsyeja pse duhet ta bëjmë këtë?
Vasil? Unë do them më mirë arsyeën pse përdorim gelatinë dhe Arsyeja që përdorim gelatinën është që për të mpiksur, për të stabilizuar kremin ton. Përdoret, domethënë gelatina është lëndë piksese dhe vjen në formën e fletës dhe përbëhet domethënë ka shumë lloj gelatinash, ka plur, ka fleta dhe zakonisht vijnë nga viçi, derri ose algat e detit. E qartë. Ka dhe gelatinë peshku, sa rrova. Okej. Kjo që përdorim ne ka përbërje viçi brenda. E qartë. Përdorimi nga që duhet të futet në ujë, Po, gjithmonë në ujë të ftohtë para se të nisim procesin e kremit, që të na zbutet gelatina. pasi nuk e bën efektin e saj nëse e përdorin si Nuk shpërbëhet nëse e përdorim direkt tek qumshti. Ngjelet si gjam, domethënë. Po, ngjelet copa-copa. Si diçka elastik. Po, dhe nuk na mpiks kremi. Vazhdojmë me procesin e kremit. Po, Sillen një mikse. e cila Kazanin më sa? do hedhim qumshtin në tenxhere për që të vloj. Po kërkoj Kur letra. fillon të vloj qumshti, Mëra. Katastrofë, kur do Ramujaxhi është. një po bëjmë tokë nuk e di. Kështu kam qenë gjysh vogël. Po. Atë shumë e rëndësishme është dhe kazani mikse mos të ketë ujë. Në momentin që duhet të rrafim pana në të, Ndërkohë që Iri po vlon qumshtin, unë do shtoj panën salzore te kazani mikserit dhe ta vendos të rrihet. atë sa minuta duhen paraprapësisht gelatina në ujë të ftohtë? Atëherë, Sa më pak a shumë? Apo varet nga po temperatura e themi ujit? që e marrim ujin nga frigoriferi, në 4 ose 5 gradë, do duhet diku te 3 deri në 5 minuta, në varësi të fletave që hedhim brenda. Nëse shtojmë shumë gelatina, bëjmë masa të ndaja për shembull, për të bërë sasi të ndaja, atëherë mund zgjasë edhe 6 minuta. E qartë. Dhe vendosim panën, siç tham, gjithmonë në shpejtësi mesatare. E qartë. Dhe siç kemi thënë gjithmonë kur bëjmë një recetë mus, është shumë e rëndësishme që mos ta lejmë shumë të rrifet pana në mikser. Po. E duam të ushme ose gjysmë të rrafër mund ta quaj. atëherë edhe qumshti filloi të vloj. I shtojmë gelatinat. Kush e bëri këtë gjë? Kush e mbushi atë? Më duket se mbushi Iri. Jo, vetë mbushi. Po. Ta zbras pak ujin? Po, mund Vetëm më mbusha. ndihmosh. Jo, ky visi. Jo, po thjesht Donte t'ja hidhte fajin. t'ja hidhja fajin dikujt, po s'më eci të radhë. S'te ec. Okej. Se isha gati me sha Iri. Ta se bëri Iri. Atëherë, siç mund ta shohim edhe gelatina është zbutur. Dhe është më e lehtë të shkrijë në qumshin e ngrohtë. Okej. E përzim pak në qumësht dhe pastaj e shtojmë tek çokolada. Të bëjmë E lëm- diçka. E lëm pak, Bëj dhe që ditë bësh më mirë. Larjenët. e lëm pak qumshtin me çokoladën, pastaj ndihmon nxehtësia e qumshtit të shkrijë çokoladën më mirë. Nëse e përzim direkt, rrezikohet që të ngeli topa, por edhe nëse ndodh ajo, mund ta fusim pak në mikrovalë që ta shkrijë. E qartë. Okej, marrim një tabaka, vendosim formën e silikonit. Jo mbrapsht. Po, s'mund ta mbushim. Se kisha menduar ne. Do na duhet dhe një qese pas sherie. Thjesht, receta që po bëjmë është një mus i thjesht çokoladë të bardhë. Kemi mundësinë t'i shtojmë nëse dëshirojmë lëkur limoni ose portokallë. Ose pas vanilje. Nëse duam të bëjmë vanilje. E qartë. Atëherë, çokolada gati? Po, çokolada. Okej, dhe pana është gati. Okej, mund të kalosh? Okej, vazhdojmë me pjesën e Dhe strukturën e panës. struktura është, siç kemi thënë, gjysmë e rrahur, e butë. Visi, faleminderit. Sa më bëti bënti 100 euro vetëm. Hedhim çerekun
e panës, përzimet eldore. Është që pse bëjmë këtë është ta ndihmojmë çokoladën nëse është pak më ngrohtë se ç'duhet. E fton dhe merr pjesën tjetër më mirë dhe kemi në strukturën që e duam për të mbushur formën. Të rafjet me tel nuk duhet të jenë të dhunshme, ose të shpejta, si mund ta quajmë, dhe të jenë thjesht një përzierje lehtë. Okej. Pas shtojmë pjesën e tjetër të panës. Dhe vazhdojmë përzierjen me një spatull silikoni. Lëvizjet janë nga poshtë lart, duke rrotulluar tasën. Ose duke rrotulluar vetë. Jo, se herë në parë filloi po kërcej tallavaj, gjë kështu thash, ishte shumë elastike përfundimisht, se dia. Kisha parë ndonjëherë që kishte talent kaq të në kërcim domethënë. Se ju të lushin përveç Byrek po, kërcim po. Atëherë, siç mund gjem dhe furrën. biskotat janë Biskotat u gati. poqën. Vasili do të mojë të nxjerr dhe të shohim. Ti çu në këto janë biskotat? E qartë. Kjo është ngjyra, mund t'i tregojmë pak. Kjo është ngjyra që duam. Okej. Okej. Do të lëmë që të ftohen. Dhe vazhdojmë me kremin, me mbushjen. Po. Biskotat do t'i përdorim për bazën e ëmbëlsirës që kemi vendosur t'i bëjmë sot. Edhe kremi është gati dhe mbledh në saku përzien pana dhe çokolata. Po të themu lidh, do thot visi me çaj lidhi me Lisa. Nuk fola, njëri që nuk fola. Duhet të ruhesh. Po, njëri që nuk fola. Atëherë, me ndihmën e një qese pasqerie. Jeni prapë gësherë, se jemi kaluar bish 40. Po, këtë radhë e kishim këtu. Me ndihmën e një qese pasqerie e kemi më të thjeshtë. Nëse nuk kemi, mund ta bëjmë me lug ose me garushë. Mund t'i vendosim dhe panespa në mes, dhe siç ju kemi treguar dhe mbutatat e kaluara, siç mund ndërtojmë një panespan ose një biskuit, kakao, ose mund t'i vendosim dhe biskotat që kemi përgatitur. Por në momentin që do bëjmë bazamentin, do t'ja bëjmë biskot, bazën më saktë, do jetë sasi e madhe, vendosim që mos i vinim diçka në mes. Po. Por nëse duam përveç, domethënë biskotave dhe panespanit që tha visi, mund përdorim dhe fruta të freskëta, për shembull lule shtyllë, mjedra, fruta të ndryshme, t'i presim copa dhe t'i vendosim në mes të ëmbëlsirës. Atëherë, shumë e rëndësishme është, mbasi e kemi mbushur, ta godasim pak që ajri që ka kremi brenda të dali dhe të jetë forma si mund ta quajmë, domethënë të jetë E rafshuar, mos ketë bulzë. E qartë. Atëherë, I kalojmë në frigorifer ngrirës. Sa do na duhen përapërsisht për të ngrirë? Për të ngrirë këto do na duhen diku te 5 me 6 orë, në minus 18, minus 20. Okej, nëse kemi abaditor, ose stok frizer, për gjysmë ore kemi janë gati. Bërë punën. E qartë. Okej. Dhe mbaruam me këtë. Kremin mund ta mbajmë në frigorifer duke I kaluar një pelikola nga lart ose një mevran, si mund ta quajmë, dhe reziston 3 me 4 ditë. Mund ta bëjmë dhe torta nëse dëshirojmë. Ose mund ta mbushim gota dhe t'i hedhim fruta ndryshme nga lart. E qartë. Mund të thërmojmë pak biskot në bazë, në një gotë dhe kremin dhe fruta pylli që shkon shumë ose mjetër që mund të gjejmë ndonjë recet në diçka. ose recet. Atëherë kalojmë te procesi tjetër, I cili është montimi dhe dekorimi I ëmbëlsirës. Që do na duhen çokoladë bardhë dhe gjalp kakao për pjesën e koperturës. Po? Dhe Çokoladë shkri? po, të bardhë me ngjyrës jeshil plur, Po? në të cilën do zhysim biskotën, do ta bëjmë si bar, si tip. Okej, do ta bëjmë, okej, domethënë biskotën, bazën e biskotës do ta zhysim në çokoladë të bardhë që kemi ngjyrosur me jeshile, ngjyrës ushqimor. ngjyrosur ushqimor që ka përbërës dhe gjalp kakao brenda. Po. Okej, që nuk reagon keq me çokoladën kur përzihen Nuk e bashkë. pret. Nuk është me bazë ujë, domethënë që të na presi çokolada. Po. Njëkohësisht dhe jeri vazhdo me procesin se po na shikon. Faleminderit. Jepi vllai. Që na dhe le. Jepi. Atë kemi bërë një banjo marigati. Po.
Hedhim çokoladën e gjalpin e kakaos, Po? Dhe do ta shkrim. i lëm të shkrim. Kur do ta thyesh? Nuk e thishëm. Okej. Me. Atëherë Niko si ishte ne sillim biskotat, vazhdojmë me procesin e radhës. Fillimin e Vasilit. Urdhë. Okej. Atëherë, marrim çokoladën me shkrim. Dhe me kujdes vendosim biskota. Po? Nuk na prish punë, le mos jetë Do të thënë një trajçme. një trajçme, për arsye sepse do vendosim mbëlsirën lart. Qartë, thjesht na intereson të marrim pa ngjyrë jeshile, që të pozicionojmë kungullin, Po. që do bëjmë. Okej. Mund të bëjmë domethënë 5, edhe pjesën tjetër ta mbajmë për të dekoruar më vonë, të bëjmë këto që kemi përgatitur, që të tregojmë dhe mënyrën se si do t'i bëjmë. Biskotat me pas Biskotat sheqer. me pas sheqer. Njëkohësisht mund të sjell dhe sa të pikset çokolata. Më e thjeshtë është t'i kalojmë 2 minuta në frigorifer dhe arrim atë që duam, domethënë të mbikset çokolata. Të sjell dhe format e silikonit që të nxjerrim dhe amëlsirën nga silikoni. Të fshihem pakun se u bëra. E qartë. Okej, Me me këtë çokoladën mbaroj. mbaru. Po sjell format e silikonit. Okej, ndërkohë vendosim tek disjet tek mbajtësit katrore, biskota me çokoladë. Okej. Mund ta marr. Përdor dhe format. Jo, thjesht kemi një mik këtu në emision që ka ardhur pa ftesë. Po pra se dikush ka lënë dritare në hap. Por okej. Të sjell thikën. Jo, nuk duhet thika. Është në rregull. Mund t'i kalojmë prapë në frigorifer, për Nëse shikojmë që janë të buta, atëherë duhet i kalojmë prapë në frigorifer. e qartë. Është shumë e rëndësishme që të rinë dhe të mpiksen, të kenë arritur të jenë shumë të forta, sepse nuk do dalin nga forma e silikonit. Se forma Jam pak të vështirë. po ndroi çiktur, nuk do vuani kaq sa Vasili, okay? Prit se s'kam kap teknikën. Po. Do duhen pak, një 30 vjet, Po. vetëm, Derisa ta mësoj. derisa ta mësosh. Ta vash. Po. Edhe 29 ke mos mërzi. Okej. Dhe çokolada me gjalpin e kakaos të filloni po shkrim. Thjesht e ndihmojmë her pas here duke e përzier. Unë po vazhdoj po vras veten këtu. Kanë cika ti nxjerr. Jo, po më rishkasin duart edhe. Po viz ndroi çikëm. Po nuk e di, po do ta Do ta bëj. e ka kam me inat. Po pra, me që bëre, Jo, me do që t'i heq nise, shumë. po pra, me që nise duhet ta përfundosh. Mi që mbushe 5, nuk mbushe 6. Jo, tash të bëja 2 njerë, po pastaj thash, okej. Me që do i bënte Vasili bëra 5, e kupton? Atë, i kalojmë dhe për 5 minuta të tjera në frigorifer ngrirës, që nëse ka shkrirë pak nga temperatura e dorëve, në momentin që do t'i kalojmë në ngrirës, do na vinë prapë në formën që duam. Okej. Mos po ndjej gishtat. Okej. Atëherë edhe I çokolada është gati. po thuaj se Atëherë gati. Atë, mund të sjell një enë, Po, një en Si që që do ka. ta laj Vasili. po? Okej. Okej. Ishte me facë se ishte e lartë. Ishte e lartë. Atë, na intereson një në thellë për arsye sepse duam të zhysim komplet ëmbëlsirën brenda dhe është më praktike duke përdorur një të thellë. Do ta bëj një kosh. Kujto Arini. Kujtëro. Shumë prapë të Se me ra. kokën. Po. Okej. Ne shishushi i gjemi herë ku janë, po pastaj Po pra. Çokolada është gati. E hedhim në një en siç e tham, të thellë, thellë.
Okej. Më pas do i shtojmë ngjyrus portokalli ushqimor me bazë gjalpi kakao dhe me një blender. Ngjyrë Vasil të homogenizohet. ka ndonjë masë apo Jo, me syrin në varësi të Të ngjyrës që duam t'japim. të ngjyrës që duam t'i japim. aty është pjepër për mua. Po, shtoj dhe pak. Ose kungulli pa pjeku. Nëse kungulli pa pjekur. Jo, mund na ndihmosh na sjellësh format që kemi përgatitur? Po. Ëmbëlsirat? Okej. Atëherë, siç e tham, është shumë e rëndësishme kur përdorim ngjyrus në çokoladë, ngjyrusi të jetë me gjalp kakao, që mos na presi çokoladën. Okej, dhe Një stik adem. shish kebapi. Po, Ngulim ëmbëlsirën. mund të marrim dhe format që kemi përgatitur pak më para. Është shumë e rëndësishme që ëmbëlsirat, domethënë kremi të jetë i ngrirë, që të arrijë sa më shpejt që të mpikse çokolada me gjalpin e kakaos që kemi përdorur. Okej. Nëse shikom që ka frucka, mund ta godasim pak. Okej, ose mund ta bëjmë përzierjen me një marisk, që mos t'i krijojmë fllucka çokoladës që kemi përgatitur. Dërgo kemi bërë edhe disa forma me pas sheqeri, cilat ca sy, gojë, pak Mund- shumë për të imituar kungullin kungullin e Halloween. e Halloweenit, po. Po, e qartë. Mund na e tregosh, fillosh Po. dhe ti mentosh. Njëkohësisht Vasili vazhdon me procesin e zhytjes të ëmbëlsirës në gjalpin e kakaos me çokoladë. Më pas do t'rregojmë edhe mënyrën se si kemi përgatitur me pastën e sheqerit, Pasi- syt, gojën. Do bëjmë biskotat që mund t'i përgatisni edhe ju në shtëpi. Para se të vendosim kungullin si për biskotës, është e rëndësishme mos kulloj çokolada. Ose t'i kalojmë në një rrjet, nëse duam ta bëjmë procesin më shpejt, për çështje kohe. Di si ka dalë. Sigur po i bëm mustajë, sigur t'ja Si allergjika dhe. Po, mund t'ja bëjmë këtë, Bravo. që mos të dali si mustajë e xhabekës. Qa sysh do i vesh? Dhe i bëj zemra. Nuk e di pse valla. Kohët e fundit shumë zemra bën. Shma futi. Duke se është dashuruar. Nuk e di. As unë se di. Nuk e di kap. Ore, mos Po. dini gjërat ma thoni dhe mua se mos ngel shumë dhe. Jo, më shkoj ne kemi merak se më na ngelesh tu. Jo, Kupton? Ups. Ups, një defekt i vogël. S'ka problem, nuk ndodhi gjë. Thjesht të rarë si ja brenda. Okej, pastroj këtë. Në qoftë se nuk kemi gjalp kakao, Vasil, mund ta bëjmë me diçka tjetër, çokoladën, apo do kemi problem? Atëherë, mund të bëhet dhe me vaj, Po? nuk është shumë e këshillueshme, Po? se djersit shumë. Okej, krijon Dhe shumë dekori që lagështi. po, është shumë lagështirë dhe dekori që të vendosim me pastën e sheqerit do na rreshkas, nuk do E mbaj. qartë, e qartë. Okej. Okej, se dhe ne mund të ndihmojmë, që mos Do bëni të keq. Po, dhe sjellim. Që e ka shumë e vuajtur kështu si punë. Jo, Po pse ma morë atë? i thash të bëja ta kisha gjysmë punë në gatshme. Ne. Prandaj, Bjeri më qyri. në qoftë se format i kemi përgatitur pak më parë, domethënë syt, tundën dhe gojën, është shumë e rëndësishme që ti kalojmë Edhe ti atë- bëjmë me pak ujë, po edhe ti atë bëjmë gjën me ke pak koka. ujë ose me pak gjel neutral që të ngjiten më mirë në pastën që po ju tregojmë.
Nëse i bëjmë në moment nuk është problem sepse është akoma e butë pasta sheqerit dhe mund të ngjiten më kollaj. Okej. Atëherë, më mirë po shoh Irin sepse i bie që të marrim gjithë me radhë. Furçë. Furçë. Se po të ndihmoj. Au, faleminderit. Kush i zgjodhi? Kemi edhe sy tjera. Mund të vetë sy tjera, nuk do vetë zemë. Okej, bëje sa më të shpifur tjetër mundur. Kjo është domethënë konkluzioni. E jemi doli me të vërtet shumë e shpifur. Që si dolim? Si mos më keq. Ajo është dhe domethënë thelbi. Ato duam të nxjerrim diçka për Halloween. Ata. Diçka të frikshme, po këto Diçka të po frikshme. bëjmë ne. Janë edhe shumë të shishme dhe ja të flasim me frikshme. zemër për shemb Valentin, jo për Halloween. Ato kish bërë visi çfarë, po leja që më ngecën muaj. Ti gjithmonë visit dhe të falë lagu. Ai, mo po kshu është kjo lojë. Po nuk e di, çfarë më kërkon se s'po të kuptoj, ai ti po kërkon Brunel. Po pra, Normalisht ne kemi një furçën e Irit. Po. A bëj një sy kështu, një sy zemër, një sy Xhelozojmë. po. Ha, si po të duket? Të Si pëlqen? Vasili. Shikoj, ky moment ishte që të kisha një karike do rria të shikoja. Po. Po, do më pëlqen, Një ide ke bërë hundën majtë ballë. Është hund madhe. Okej. Nëse më dalesh pa Po, hund. jo, këtë do e lej kështu tek sy qartë. Me një sy, Sa i goditur. Si duket si... Si vrar nga jeta. Si ai dhe Pirati i Karajibit. Ai më. Me një sy. Atë, kjo ishte mërsira që e parë që përgatitëm për ju. Për të përgatitur biskota pasta Flora, ju nevojiten 330 gram qalp, 210 gram sheqer, 2 kokra vezë, 650 gram miell, 1 lug vanilje, 1 lug baking powder, lëkurë limoni. Për të përgatitur mus çokoladë bardh, ju nevojiten 400 gram çokoladë bardh, 10 gram gelatin flet, 200 gram qumësht, 500 gram panë shtazore. Për të përgatitur kopertura, ju nevojiten 500 gram çokoladë bardh, 200 gram gjalp kakao, 5 ngjyrues ushqimor portokalli. Besoj të pëlqej. Dhe tani vazhdojmë me pasën e sheqerit për dekorin e biskotave. Pasta sheqerit është një pasë sheqeri e bërë nga sheqeri, është Vetëm nga emri, po ta Po, dëgjosh vetëm nga pas emri, sheqerit, normalisht. Me sheqer. Për të përgatitur brum i pasta Florës, ju nevojiten 330 gram qalp, 210 gram sheqer, 2 vezë, 650 gram miell, 1 lug vanilje, 1 lug baking powder, lëkurë limoni, pas sheqeri ngjyra të ndryshme. Po, edhe është si plastelin mund ta quaj. Po, një plastelin, Sheqeri. po, jo, E e ngrënshme. ngrënshme mund ta quajmë. E rëndësishme është Pas sheqerit po, thjesht. thjesht të dim pak a shumë strukturë. Kjo Okej. është e ideja. Domethënë, ajo është që themi është një plastelin. Po, Se merr është si formën plastelin. që është si plastelin. Mund t'i japësh Merr formën që do. dëshiron. Po, gjithmonë para se ta hapim është rëndësishme ta punojmë pak me dorë. Okej, dhe Varet domethënë nga temperatura. Po, normalisht. Që kemi në dimër do të dojmë më tepër punim, se bën më shumë ftohtë për të arritur të ngrejmë pak temperaturën pas sheqerit. Bëhet më e butë. okej, dhe për hapjen e pas sheqerit gjithmonë përdorin një seshte dhe jo sheqer pluhur. Po arsyeja? Arsyeja sepse sheqeri pluhur na e ngurtëson. E qartë. Okej. Plus që sheqeri plur mund të marrë edhe lagështim më kollaj Po, se sa nisështe. E godit atë. e godit. Nisështe. E sa tamam. Provat para. Po, normalisht, sa herë kam për të thënë, i bëjt sa prova. Atë, ne mos të rrim të shohim ty, mund të bëjmë domethënë syt, Po, normalisht do të Dojë. bëni syt, po Po duhet ja, ta hape ai para se. sa t'ju jap këtë. Po. Të bëni pjesën e mbulesës biskotës. po mund të marrë, mund të marrë edhe Llogaritë. diçka tjetër.
Nuk e di se sa do jetë praktike, po do të tentoj. Plot surpriza është ky djalë. Po. Hop, deshta ai pa barrëmujt, E kapët? e kap. Atë. Kode solo sepse kjo është gati. Po, jo, për pjesën tjetër që të bëja të hapja për syt për Ti hap për Vasilin hutën. e presin. Okej. Do të unë pres. Ti jave Jo, biskotës. më pëlqen. Ose mund të rishofësh Më pëlqen mënyra se si e keni menduar. Po. Është zinxhir puna po. Bësh punim në grup. Po, punë në grup. Atë, Vasil, këto mund t'i ngjisim me pak gjel neutral. Ose Në ujë. qoftë se më e mira është me pak gjel neutral, po në qoftë se s'kemi mund ta bëjmë me ujë. Po? Ne thjesht ajo po s'është tregojmë nevoja për të më hap. thjesht. Jo, s'po e hap, po e zbush Okej, që ta kesh më vëllai në punë. Atë. Më e mira është ta bëjmë me gjel neutral sepse me ujë lagështinë që do marri pasta sheqerit mund të kalojë në biskotë dhe do të zbutet pak biskota. Te për pjesën e trungut marrim pak kafe, pas sheqeri ngjyrë kafe, e bëjmë rrethore dhe I japim formën. i japim formën që e bisht, si mund ta quaj. duket si bisht, Po. si trung. Vazhdojmë me të radhës, duke i bërë me pak ujë si tham, pas në sheqerit. Ndërkohë bë hap pas në sheqer që është ngjyrë zezë, të cilën do bëjmë hundën dhe gojen të kungullit. Kjo është një mënyrë, ne i kemi prerë në këtë formë biskotat, mund të bëjmë çdo lloj me këtë brumë që ju kemi dhënë, mund të bëni çdo lloj forme që ju dëshironi. Mund të shikojnë dhe në internet Format ndryshme. format ndryshme. Edhe në YouTube ka teknika shumë të ndryshme për punimin e pas sheqerit. Me qartë. Ka ide pafund me pak fjalë. Po. Për më shumë receta mund na shkruani në rrjetet tona sociale, ose në faqen e BBI Group, ose në faqen personale të Vasil Terziu. I cili është i gatshëm gjithmonë. Ju më pres, me çfarë do lloj pyetje që të keni. Në një ditë që ka vendosur shumë gjithë. S'keni fajë. Po them vendosësh orari, nga ora kaq dhe i kaq përgjigjem. Okej, pudroj dhe pas në sheqerit të zezën. Vazhdojmë me një formë pak më të vogël. Presim një rreth dhe pastaj e bëjmë një gjysmë hënë mund ta quajmë Për të bërë gojen. për të bërë gojën. Po çuna keni para do shpatullat e hekrit? Me të njëjtin proces, çfarë do duhet? Shpatullat e hekrit? Kur thot autori shpatullat e emrit, Dhe se mora një plastike. e mund të jap nëse do dhe këtë pastaj për të prerë. Atëherë, vazhdojmë me të njëjtin proces. E bëjmë me pak ujë ose pak gjel neutral. Vazhdojmë me pjesën e gojës. Atëherë kjo e bardha mu ndo lupis. S'ka problem, si i shëmtuar duhet dali, s'është e thënë dali i bukur. Ajo thjesht u bë. Dalim edhe më të prish. Nuk u bë pis, u bë domethënë me pas në sheqerit zezës që kishim përdorur pak më parë. Po, që atë mos të doja të themi, thoja. Po, Faleminderit po. që më korrigjove. Çfarë donte të thënde autori? Kujtonte se po fliste veç me ne, s'ka faj. Po, faktikisht po flisem me veten time. Po, nice. Ah, okay. Okej. Ku po i bëjmë ca sy, Sa sy? ca sy. Ah, okay. Për të bërë hundën presim një Sa sy? vit Ca të sy? drejtë, E po sa sy? ca sy. Sa sy? Në tregoj çik për procesin lutem që ndjej për pjesën e hundës? E hundës, po. Te presim një vi të drejtë pas sheqerit dhe pastaj e presim 3 kançe. E qartë. Ndërkohë më bëj dhëmbët. Po. E më shumë si mustaqe më duket. Këto janë syt?
Jo, prit se do i bëj edhe pjesën e A bardhë. do t'i bësh dhe të bardha? Po. Po, e qartë. Po mund t'i shoj. Do të bësh dhe sy. S'do i bësh shumë me zemër. Ne do bëjmë Po ta hapësh ti Dy te i lloj. bëjmë Po me do ishte, gjithsesi merr dhëmët. Po. Ha? Sa të drejta që i kam bërë? Ka nevojën për tela këtë gjithë. Dhe e bësh të telat. Po. Si kungulla bebi ke nxirr. Tek dhëm. Po. Tek dhëm qumshti. mund të bësh dhe ca sy të tjerë. Apo do t'i bësh formën e zemrës? Që Jo, mos ja, ti- do pres pjesën e parë thoni, cila është normal. Okej. Okej. Atëherë dhe dhëmbët mund t'i vendosim sipas dëshirës. Pse i vure mrapsh? Si e vura më? Ka se rregullon shoku ndrysh. Më thoj çfarë. Jo, asgjë. Ha. A do bëj këtë? Jo të bëni. Do të thënë të vendosni në bardhën poshtë. Do e bëj. E xhe sa se lart. do bëj. Po të më shpjegosh një herë çfarë duhet të bësh? Mirë, Edhe mund të Mund të bëj ulesh. bëj po bëre si si mos më keq. mund të ndihmoj. Të bëj një Të ndihmoj dhe unë pak? po normalisht. Po shoh që po vlisni vetë. Po, hapet atë të kuqen të bëjmë një siç kemi bërë këto. Të bëjmë me formën e zemrës syve. Po. Nuk e di se çfarë do të thotë autori E, këtu me këtë që po ky- mundoj ky- ti, nuk e di se s'po e kuptoj. Gjysmë sy. Ta Po që mbaroj. bëro nga ndalë si emojis. Si kemi ato. Spatule dhe silikon. Si Po, bëj? Ha, fol po deshe. po, edhe diçka tjetër këtë format që i kemi vënë këtu, domethënë që nuk ua treguam, mund të me formën që kemi prerë pas në sheqeri, thjesht i kalojmë pak nga lart, po pa i vendosur syt dhe Ju vazhdoni. gojën. Unë do zbukuroj këtë. Asnjë s'kemi goditur nga ato. Mund të bëjmë të një që të tregoj. T'ja heq mirë. Se si e kemi bërë, se treguam atë pjesë. Atëherë, me formën që kemi prerë pas në sheqer, Ky që bëra unë doli pështir. Sigur e zan me 12 vete. Po. i japim formën pak. Dhe Që vazhdo. duket si kung. Që të duket si kungu. Okej. Kungu pirat ka bërë i, sa po shoh. E se e kërkove shpart. Me një syzim, ta ketë. Ti bëjmë dhe hundët. Asnjë s'ka hunë. E mund t'ja bëj. Se do bëj disa tre këndsha. I bëjë rombus. Po se di ku vajte, gjatë rrugës humbë. Ja po t'i preso. Po. Se të pështirë. Ka dalë si që ka pikë. Ki si nxanë si rregull. Po. Si nxanës shëmbullor. Ky është ai keqi. Ky është ai dashururi. Ky është Vasili. Te, dhëmë kemi? Le pa dhama. Me tek dhëmë kemi bërë. Po. Prit ma jep pak atë të pres pak më të vogël. Është një mënyrë, domethënë është një diçka që mund ta bëni edhe me fëmijët, që të aktivizojnë të merren me diçka Duke jashtë lozë. kompjuterave, jashtë internetit. Atë këto ishin ëmbëlsirat që kishim përgatitur për ju sot. Mund të sjellim dhe format e tjera që përgatitëm pak më parë. Për të përgatitur brum i pasta florës, ju nevojiten 330 gram qalp, 210 gram sheqer, 2 vezë,
650 gram miell, 1 lugë vanilje, 1 lugë baking powder, lëkurë limoni, pas sheqeri ngjyra të ndryshme. Këto ishin ëmbëlsirat dhe idetë që ju dham sot. Për Halloweenin, për festën e Halloweenit? Po, shpresojmë të pëlqejnë. Dhe bashkë jemi në puntatat e ardhshme. Mirupafshim. Mirupafshim. Pafshim. Vasil, po bëj ca flok për ty. Nuk ka një pina.